Zelenski kërkon paqe të dinjitetshme në prag të takimit me zyrtarëve amerikanë dhe Ukrainës në Berlin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski bëri thirrje të dielën për paqe të dinjitetshme dhe një garanci se Rusia nuk do sulmojë më Ukrainën. Ai bëri këto komente teksa po përgatitet të takohet në Berlin me të dërguar amerikanë dhe aleatë evropianë për të dhënë fund konfliktit vdekjeprurës në Evropë, qysh nga lufta e dytë botërore. Përballë trysnisë së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të nënshkruar një marrëveshje për paqe e cila fillimisht mbështeste kërkesat e Moskës, Zelenski akuzoi Rusinë se po zvarrit luftën përmes bombardimeve vdekjeprurëse mbi qytete dhe infrastrukturë të energjisë elektrike dhe të ujit në Ukrainë. Edhe pse përbërja e saktë e takimeve të së dielës dhe së hënës nuk është përeditur, një zyrtar amerikan tha se i dërguari i Trumpit, Steve Witkoff, dhe dhëndri i tij Jared Kushner po udhtonin drejt Gjermanisë për bisedime me ukrainez dhe evropianë. Vendimi për ta dërguar Witkoffin, i cili ka udhëhequr negociatat me Ukrainën dhe Rusinë, me një propozim amerikan për paqe u duk si shenjë se Washingtoni sheh një mundësi për përparim, gati 4 vjet pasi Rusia nisi pushtimin e vendit fqinj në vitin 2022. Ukraina ka nevojë për paqe me kushte të dinjitetshme dhe ne jemi të gatshëm të punojnë sa më konstruktivisht që të jetë e mundur, tha ai. Ditët në vijim do të jenë të mbushura me diplomaci, është jashtëzakonisht e rëndësishme që ato të japin rezultate, tha Zelenski në X. Një nga negociatorët e Zelenskit, zëvendës kryeministri i jashtëm Sergej Kislitskaja, njoftoi se i pret një ditë takimesh dhe publikoi një fotografi të tij në Berlin, por nuk dha më shumë hollësi. Kancelari gjerman Friedrich Merz po pret Zelenskin dhe liderët evropian për një samit në kryeqytetin gjerman të hënën, më i fundit nisër mbështetjesh publike për liderin e Ukrainës nga aleat në të gjithë Evropën. Britania, Franca, Gjermania kanë punuar për të përpunuar më tej propozimet e Shteteve të Bashkuara, të cilat në një draft të zbuluar muajin e kaluar kërkonin që Kievi të dorëzonte më shumë tokë, të hiqte dorë nga synimi për të antarësuar në NATO dhe të pranonte kufizime me forcat e saj.